Horoskopi ditor e shtunë 14 shkurt 2026. Dashi. Energjia juaj dinamike ju bën veçanërisht magnetike. Me Venusin që forcon sharmin, keni tendencë të lini një përshtypje të qëndrueshme. Profesionalisht mund të lindi mundësi dhe bashkëpunimi është qelësi. Hapni mendjen tuaj ndaj ideve të reja. Puna në grup mund të çojë në përparime të rëndësishme. Në jetën tuaj personale, pasioni lulëzon, duke e bërë këtë një ditë të përsosur për gjeste romantike ose takime aventureske. Dëgjoni zemrën tuaj dhe lejoni që spontaniteti t'ju udhëheq. Besimi në shprehjen e emocioneve mund të forcojë lidhjet. Vendimet financiare kërkojnë kujdes. Vlerësoni të gjitha opsionet para se të angazhoheni. Nga ana shëndetësore, kanalizoni entuziazmin tuaj në aktivitete fizike. Qoftë një stërvitje apo një shëtitje në natyrë. Kjo do të rigjallërojë shpirtin tuaj dhe do të ruajë ekuilibrin. Merrni kohë sot për të reflektuar mbi qëllimet dhe ëndrat personale. Kozmosi mbështet ndryshime transformuese, duke ju nxitur të ndiqni sipërmarrje që përputhen me veten tuaj autentike. Përqafojeni ditën pa frikë dhe mos harroni, guximi juaj përcakton tonin për sukses. Demi. 14 shkurt, ju fton të kultivoni marrëdhënie. Me Venusin në lidhje me shenjën tuaj, emocionet janë të thella, duke ofruar një sfond të shkëlqyer për biseda të përzemërta me të dashurit. Konsideroni të shprehni vlerësim për ata përreth jush. Profesionalisht, sot inkurajon përparim të qëndrueshëm në projektet ekzistuese sesa në sipërmarrje të reja. Përqendrohuni në hapa praktik për të siguruar sukses afatgjat. Marrëdhëniet financiare kërkojnë vëmendje. Kontrolloni 2 herë detajet para se të nënshkruani marrëveshje. Në rrethet personale, prania juaj ngushëlluese vlerësohet. Prandaj jeni të hapur për t'i kushtuar vëmendjen tuaj empatike. Nga ana shëndetësore, kënaquni me një rutinë relaksuese për t'u rimbushur. Një banjë ngrohtë ose një seancë meditimi mund të qetësojë stresin. Besojini intuitës suaj sot, pasi është akorduar në mënyrë të përsosur për t'ju udhëhequr në drejtimin e duhur. Ndërsa afrohet mbrëmja, mendoni për mënyra të reja për të surprizuar partnerin tuaj ose për t'u rilidhur me pasionin. Mos harroni, qëndrueshmëria dhe besueshmëria janë pikat tuaja të forta, duke siguruar stabilitet dhe paqe në të gjitha aspektet e jetës sot. Binjakët. Energjitë kozmike të sotme sjellin një atmosferë të gjallë, perfekte për të festuar ditën e Shën Valentinit me një prekje krijuese. Natyra juaj shoqërore amplifikohet, duke ju lejuar të angazhoheni pa mundim me të tjerët. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të shoqëruar dhe për të ndarë ide inovative, pasi ato ka të ngjarë të priten mirë. Profesionalisht, përpjekjet bashkëpunuese çojnë në njohuri të papritura. Prandaj merrni në konsiderat bashkimin për zgjidhjen e problemeve. Financiarisht, është e mençur të tregoni kujdes dhe të shmangni blerjet impulsive pavarësisht joshjes. Në romancë, sharmi juaj natyror mund të shkaktojë takime të këndshme. Planifikoni diçka unike për të shprehur ndjenjat tuaja. Mbani një vetëdije të thellë për shëndetin tuaj. Angazhimi në ushtrime të lehta ose teknika të frymëmarrjes mund të rrisë fokusin. Përshtatshmëria juaj ju ndihmon të përballoni detyrat, por sigurohuni që të mos e teproni shumë. Mbështetuni në shkathësinë tuaj për të eksploruar hobi të reja që stimulojnë intelektin tuaj. Yjet janë me ju, duke ju nxitur të shijoni gjallërinë e ditës, ndërsa ushqeni lidhjet që kanë më shumë rëndësi. Gaforria. Këtë 14 shkurt, fokusi juaj zhvendoset drejt shtëpisë dhe marrëdhënieve me vlerë. Mund të ndjeni një lidhje të thellë me të dashurit, duke e bërë atë një ditë ideale për të shprehur dashuri dhe mirënjohje. Kreativiteti rrjedh lehtësisht, prandaj merrni në konsiderat detaje shtëpiake në planet tuaja të ditës së Shën Valentinit. Në punë, kujdesi i ekipit ose projekteve tuaja me kujdes do të jap fryte. Qasja juaj empatike është veçanërisht e dobishme tani. Nga ana financiare, qëndroni në kursin e planeve të buxhetit dhe shmangni rreziqet e panevojshme financiare. Sot, depërtimi juaj emocional është rritur, duke ndihmuar në kuptimin e nevojave të tjerëve pa pasur nevojë të shprehin ato drejt për drejt. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi rutinave të kujdesit për veten që ushqejnë si trupin ashtu edhe mendjen. Një dietë e ekuilibruar dhe pushimi i bollshëm janë veçanërisht të rëndësishme. Kërkoni ekuilibrin duke krijuar momente vetmie për reflektim dhe paqe. Universi ju inkurajon të forconi themelet tuaja emocionale, duke frymëzuar besim dhe siguri. Besojini instinkteve tuaja dhe lundroni ditën me dëmshuri dhe hir. Luani. 14 shkurti do të ndriçojë sektorin tuaj romantik,
duke fuqizuar sharmin dhe entuziazmin tuaj. Është një ditë e mrekullueshme për të angazhuar në biseda të përzemërta ose për të planifikuar një takim të paharrueshëm. Talenti juaj natyror për leadership mund të krijojë një atmosferë të gjallë të Shën Valentinit, ku gëzimi dhe të qeshurat janë të shumta. Në punë, idetë tuaja krijuese fitojnë terren, duke e bërë këtë ditë perfekte për propozime ose seanca për shkëmbim idesh. Mbani fokusin për të siguruar që aspiratat tuaja përputhen me qëllimet afatgjata. Financiarisht, merrni në konsiderat planifikimin strategjik në vend të vendimeve impulsive. Vitaliteti juaj arrin kulmin, duke inkurajuar aktivitete fizike që fuqizojnë shpirtin. Ndoshta provoni diçka të re, si një klasë vallëzimi ose një seminar krijues. Lëreni ngrohtësinë tuaj të nxjisë lidhjet, duke forcuar lidhjet me të dashurit. Udhëtimi mund të jetë një thirrje, duke premtuar përvoja emocionuese dhe duke zgjeruar perspektivat. Dilni në qendër të vëmendjes me besim, duke mbetur të hapur ndaj mesazheve të universit. Mos harroni, shkëlqimi juaj frymëzon ata përreth jush, duke e bërë ditën e sotme plot potencial dhe lumturi. Virgjëresha. Konfigurimi qiellor i sotëm inkurajon vetanalizën dhe komunikimin e menduar mirë. Është një kohë ideale për të shprehur mirënjohje ndaj atyre që ju mbështesin, duke forcuar lidhjet tuaja personale. Kushtojini vëmendje detajeve në mjedisin tuaj të punës, pasi kujdesi i duhur siguron sukses në këtë Shën Valentin. Bashkëpunimi mund të zbulojë njohuri të reja, duke rritur rezultatet e projektit. Financiarisht, është e mençur të menaxhoni burimet tuaja me kujdes, duke shmangur vendimet e nxituara në favor të planifikimit strategjik. Përfitimet shëndetësore nga praktikat holistike. Merrni në konsiderat aktivitete që ushqejnë mendjen dhe trupin, si yoga ose meditimi. Marrëdhëniet lulëzojnë me ndershmëri. Ndani ndjenjat tuaja hapur, pasi cenueshmëria nxit thellësinë. Aktivitetet krijuese sjellin gëzim, duke ju lejuar të relaksoheni dhe të eksploroni anën tuaj krijuese. Jepini përparësi kohës cilësore me të dashurit. Prania e tyre ofron ngushëllim dhe frymëzim. Përqafojeni ditën me mendje dhe zemër të hapur, duke përdorur aftësitë tuaja analitike për të menaxhuar detyrat në mënyrë efikase, ndërsa kultivoni shkëmbime kuptimplote me ata përreth jush. Peshorja. 14 shkurti sjell harmoninë dhe ekuilibrin në plan të parë. Jeni gati të shijoni angazhimet shoqërore dhe romantike, duke e bërë atë një ditë të përsosur për kultivimin e dashurisë. Venusi frymëzon një rrjedhë të këndshme ndërveprimesh, duke lejuar që bisedat të lulëzojnë me ngrohtësi dhe sinqeritet. Profesionalisht, bashkëpunimi dhe diplomacia hapin rrugën për sukses. Prandaj përqendrohuni në ndërtimin e konsensusit dhe nxitjen e punës në grup. Financiarisht, merrni në konsiderat vlerësimin e investimeve ose planifikimin për stabilitet afatgjat. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është qelësi. Përfshini praktika që lehtësojnë stresin si meditimi ose ushtrimet e buta. Nga ana e marrëdhënieve, sharmi juaj forcon lidhjet, duke ofruar një terren pjellor për të rindezur pasionet ose për të nxitur lidhje të reja. Shijoni eksplorimin e ndjekjeve artistike që stimulojnë kreativitetin dhe relaksimin. Sot, universi ju fton të manifestoni dëshirat përmes pohimeve pozitive dhe qëllimeve të qarta. Përqafoni mundësitë për të kapërcyer boshllëqet, për të zgjidhur konfliktet dhe për të ushqyer lidhjet e bukura që pasurojnë jetën tuaj. Me ekuilibrin si udhërfyesin tuaj, dita premton përmbushje dhe gëzim. Akrepi. Në këtë Shën Valentin, je i mbushur me një pasion intensiv që ngjyros ndërveprimet e tua. Lidhjet e thella favorizohen, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të shprehur emocione dhe për të forcuar lidhjet me të dashurit. Në punë, aftësitë e tua bindëse shkëlqejnë, duke të ndihmuar të fitosh mbështetje për idetë e tua. Besoji intuitës tënde për të udhëhequr vendimet, veçanërisht në përpjekjet krijuese. Financiarisht, është e rëndësishme të qëndrosh i kujdesshëm. Shmangni investimet e rrezikshme për të ruajtur stabilitetin. Nga ana shëndetësore, kanalizo energjinë tënde në mënyrë konstruktive. Ndoshta përmes stërvitjeve intensive ose eksplorimit të ujërave më të thella emocionale me një person të besuar. Marrëdhëniet mund të çojnë në përvoja transformuese. Prandaj qëndro i hapur ndaj cenueshmërisë në partneritetet aktuale. Konsidero të kënaqesh me ndjekje që të lejojnë të zhytesh në mistere ose të eksplorosh aspektet e thella të jetës. Kozmosi të bekon me thellësi dhe depërtim, duke të nxitur ta shfrytëzosh këtë intensitet në mënyrë konstruktive. Përmes transformimit dhe vetë reflektimit, dita ofron rritje të thellë personale dhe lidhje të ri për të rira. Shigjetari.
Ndërsa zhvillohet 14 shkurti, aventura ju thëret. Ju tërhiqeni të eksploroni horizonte të reja, qoftë përmes udhëtimeve apo ndjekjeve intelektuale. Ndërmarrjet romantike shkëlqejnë nga spontaniteti. Organizoni një dalje të improvizuar për ta ndarë me të dashurit. Në punë mendoni jashtë kornizave. Idetë tuaja vizionare mund të çojnë në përparime. Përqafoni bashkëpunimin, por sigurohuni që planet të jenë të bazuara në praktikë. Financiarisht vlerësoni rreziqet para se të investoni, duke zgjedhur mundësi të hulumtuara mirë. Shëndeti juaj përfiton nga aktivitetet në natyrë. Merrni në konsiderat ecjen në natyrë ose ciklizmin për të rigjallëruar shpirtin tuaj. Takimet shoqërore frymëzojnë gëzim dhe një ndjenjë komuniteti, duke pasuruar përvojat tuaja. Ndani historitë tuaja dhe jini të hapur për të mësuar nga perspektivat e të tjerëve. Yjet favorizojnë zgjerimin e botkuptimit tuaj, duke inkurajuar eksplorimin filozofik ose zhytjen në kulturë. Ndërsa kurioziteti ndes pasionet, mos harroni të balanconi kërkimin me vetëdijen, duke u siguruar që jeni të pranishëm me ata përreth jush. Me optimizëm dhe entuziazëm, dita premton pasurim përmes zbulimit personal dhe përvojave të përbashkëta. Britsjapi. Sot thekson praktikën dhe vëmendjen. Aspiratat profesionale janë në qendër të vëmendjes. Fokusi dhe vendosmëria juaj mund të çojnë në përparim të konsiderueshëm. Organizoni detyra për të rritur produktivitetin dhe merrni në konsiderat këshillat e mentorëve për rritjen e karrierës. Dita e Shën Valentinit ju nxit të balanconi punën me marrëdhëniet edukative. Komunikoni hapur me të dashurit, duke ndarë gjeste të menduara mirë për të forcuar lidhjet. Financiarisht jini strategjik. Shmangni shpenzimet e panevojshme dhe planifikoni për sigurinë në të ardhmen. Nga ana shëndetësore, menaxhimi i stresit është jetësor. Angazhohuni në praktika qetësuese për të ruajtur ekuilibrin. Ndoshta yoga ose një shëtitje në natyrë do të rivendos paqen e brendshme. Marrëdhëniet përfitojnë nga prania juaj e vëmendshme, duke lejuar lidhje më të thella. Konsideroni aktivitete që sjellin gëzim dhe relaksim, duke nxitur një atmosferë harmonike. Kozmosi mbështet themelet, duke inkurajuar përkushtimin ndaj qëllimeve afatgjata. Reflektoni mbi fushat e jetës që kanë nevojë për ekuilibër dhe lejoni që thjeshtësia t'ju udhëheqë zgjedhjet tuaja. Sot, qëndrueshmëria dhe saktësia juaj sigurojnë arritje ndërsa ushqejnë përmbushjen emocionale dhe personale. Ujori. Dita e Shën Valentinit ofron inovacion dhe lidhje, duke u harmonizuar me shpirtin tuaj unik. Angazhohuni në evente shoqërore ku idetë mund të rrjedhin lirshëm, duke nxitur një ndjenjë komuniteti. Kreativiteti juaj është aseti juaj. Eksploroni projekte ose hobi që festojnë origjinalitetin tuaj. Profesionalisht, zgjidhjet geniale lindin nga bashkëpunimet. Përqafoni dinamikën e grupit për rezultate të suksesshme. Financiarisht, vlerësoni planet në mënyrë metodike. Respektimi i buxheteve siguron stabilitet. Në dashuri, gjeste spontane mund të çojnë në surpriza të këndshme, duke forcuar lidhjet. Nga ana shëndetësore, ndiqni aktivitete që i shërbejnë mirëqenies trupore dhe mendore. Provoni regjime të reja fitnesi ose praktika të vetëdijes. Krijoni rrjete dhe krijoni lidhje kuptimplote. Bisedat mbajnë qelsat për mundësi të ardhshme. Universi inkurajon autenticitetin, duke ju nxitur të shprehni veten tuaj të vërtet me guxim. Përqafoni pavarësinë në zgjedhje, ndërsa vlerësoni kontributin nga aleatët e besuar. Me imagjinat dhe intelekt në harmoni. Sot premton frymëzim dhe rritje përmes ndërveprimeve autentike dhe vetëzbulimit. Peshqit. 14 shkurti hapet me thellësi emocionale dhe kreativitet, duke ndriçuar ëndrat tuaja. Lidhuni me partnerin tuaj në një nivel shpirtëror. Përvojat e përbashkëta mund të forcojnë intimitetin. Shprehja artistike favorizohet, prandaj kënaquni me krijimin ose vlerësimin e bukurisë përreth jush. Profesionalisht, njohuritë tuaja të dhëmshura ofrojnë zgjidhje unike, duke nxitur punën në grup. Nëse lindin shqetësime financiare, afrohuni atyre me një mendësi imagjinative, duke kërkuar zgjidhje krijuese. Nga ana shëndetësore, balanconi mirëqenien emocionale dhe fizike përmes praktikave qetësuese si meditimi ose ushtrimet e buta. Intuita udhëzon ndërveprimet personale. Besoni instinkteve tuaja për të lundruar në nuancat shoqërore. Energjitë e sotme inkurajojnë vetanalizën dhe eksplorimin shpirtëror. Ndoshta filloni një ditar ose kënaquni me shëtitje reflektuese. Marrëdhëniet me miq dhe familjen përfitojnë nga mirëkuptimi empatik dhe mbështetja e pakushtëzuar.
Lejoni që ndjeshmëria juaj të udhëheqë shkëmbimet e përzemërta, duke ofruar mirësi dhe mbështetje. Hapni zemrën tuaj për dashuri dhe universi do ta pasqyrojë këtë ngrohtësi, duke e bërë ditën e sotme një festë të lidhjes dhe harmonisë së brendshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.